Si e ke ndjerë ti, sa pengesë ka, si të duket? A është e mundur, a do mbrihet kjo gjëja që gjithë e duan, por që po ta studiojmë pak thellësisht edhe të jemi real, është një gjë që ka shumë pengesa? Është shumë e vështirë, por nuk është e pamundur. Domethënë, unë aq sa jam optimiste dhe aq nga ana tjetër jam edhe me këmbë në tokë realiste dhe shoh për ditë, domethënë. Por ajo që mua më bën të jem optimiste është vërtet kjo që unë takoj njerëzit. Dhe njerëzit, se unë bëj biseda gjata vetëm, nuk i shoh vetëm si vot apo si elektorat, i shoh me vërtet si biseda me njerëz, biseda reale. Njerëzit janë të lodhur dhe të zhgënjur nga politika aktuale. Dhe njerëzit e duan vërtet ndryshimin. Unë realisht kam besim te qytetarët, te shqiptarët që ta kuptojnë fuqinë që ato kanë në 11 maj, të kuptojnë vlerën e votës së tyre dhe ta japin si njerëz të lirë. Që brenda vetes tyre, pavarësisht çdo interesi që është, të mendojnë për të mirën e përgjithshme.